2 fëmijë të moshës 2 dhe 4 vjeç u gjetën të pajetë mes ditën e së hënës brenda makinës së familjes së tyre në Carpentras në jug të Francës, ndërsa vendi po përballet me një valë ekstreme të nxehtit. Sipas prokurores së Carpentras, Helen Murez, shkaqet e sakta të vdekjes ende nuk janë përcaktuar, por dyshohet se temperaturat e larta mund të kenë luajtur rol vendimtar në tragjedi. Fëmijët u zbuluan rreth orës 13:10 në automjetin e parkuar pranë banesës së tyre, pasi nëna e tyre ishte kthyer nga pazari. Pavarësisht përpjekjeve të ekipeve të emergjencës për t'i ringjallur, të 2 fëmijët humbën jetën. Mediat lokale raportojnë se ende nuk dihet se si fëmijët hynë në makinë dhe sa kohë qëndruan brenda saj. Hetimet paraprake sugjerojnë se ata mund të kenë hyrë në automjet pa dijenin e nënës së tyre 33 vjeçare. Ngjarja ndodhi në një kohë kur Franca po përjeton një nga valët më të forta të nxehtit të regjistruara ndonjëherë. Autoritetet kanë vendosur 49 departamente në nivelin më të lartë të alarmit për temperaturat ekstreme, ndërsa mbi 90% e popullsisë pritet të preket nga kushtet e motit.